Thirrja e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për pezullimin e tarifës doganore prej 10%-sh dhe i mallrave nga Shtetet e Bashkuara ka marrë vëmendjen e kongresistëve amerikanë, të cilët e kanë vlerësuar lart këtë hap. Kongresisti republikan Carlos Jimenez ka falendëruar publikisht Osmanin, duke thënë se veprimi i saj është pritur mirë në SBA dhe se edhe aleatët evropian duhet të ndjekin këtë shembull. Faleminderit zonja presidente, kjo është pritur mirë në Shtetet e Bashkuara, edhe aleatët e tjerë në Europë duhet të ndjekin shembullin tuaj, ka deklaruar Jimenez. Edhe kongresisti tjetër amerikan Kate Self ka përshëndetur këtë thirrje të Osmanit, duke e cilësuar atë si një mësim të rëndësishëm për partnerët evropian. Ky është një mësim i rëndësishëm në leadership dhe partneritetin tonë evropian që duhet marrë parasysh, ka shkruar republikani Self. Presidenti Osmani e bëri këtë kërkesë një ditë pasi SBA vendosi një tarifë të ngjashme ndaj importeve nga Kosova. Ajo theksoi se pezullimi i tarifës do të ndihmonte në forcimin e marrëdhënieve ekonomike dhe strategjike mes dy vendeve, duke dërguar një mesazh të qartë për gatishmërinë e Kosovës për partneritet më të fuqishëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.